Melos Bajrami, lojtari i ndeshjes Vora Vllaznia, barazim 0-0. Kishte lutuar për fitore 3 pikë në Vorë, por ky barazim jo kënaq pjesërisht. Natyrisht na tash çdo ndeshje e shohim si finale edhe na duhet çdo fitore. E kishim planifikuar që me fitu, domethënë me dal me 3 pikë shpejt kësaj loje, po futbolli është i paparashikueshëm edhe duhet mu pajtuar me barazimin edhe pse nuk jena të kënaqur. I drejtë sipas jush ky barazim 0-0? Po nuk e di tash. Fusha u pa, domethënë, ishte edhe terreni pak i vështirë për ne, pasi fusha me bare sintetik nuk na përshtatet për lojën që e bojmë. Kishim rastet tona, ish dashur mu tregu pak më cinik para portës, po tash çfarë më bëj. Mbaroj ndeshjen. Vllaznia mban vendin e parë, do ta ruajë deri në fund? Po, natyrisht neve ajo është çfarë na intereson dhe në fund me dal me plus pikë, domethënë për Final Four. Shpresojmë që të vazhdojmë me këtë ritëm e ndeshjet tjera të shkojmë për fitore. Kaluat një dëmtim fizik, jeni okay tash? Po, kaluan një dëmtim fizik në pjesën e hamstringut dhe besoj tash gjithçka është mirë, sot nuk ndjeva ndonjë dhimbje edhe pse pata pak frikë në fillim, po gjithçka shkoi mirë. Ky trofe për kë shkon? Ka ndonjë dedikim? Po, për shokët e skuadrës edhe për familjen. Bajrami, 2 ndeshje të ardhshme shumë decisive, me Dinamo fillimisht për të siguruar ndoshta finalen e kupës dhe më pas me Elbasanin. Po. Sa gatshme është Vllaznia për të kaluar me sukses? Vllaznia është duke menduar vetëm për ndeshjen e ardhshme, natyrisht fokusi jonë është vetëm te Dinamo, më falni, edhe në fund pastaj kur mbarojmë atë do mendojmë për Elbasanin. Bindur që do shkojë Vllaznia në finale? Besoj se po, ne kemi bindje brenda ekipit edhe gjithçka do shkojë mirë. Janë 3 mundësi, koha rregullt me shtesë apo ndoshta edhe me penalti. Cilin prej tyre ndoshta Shpresojmë që trujmë energjitë e mos shkojmë në vazhdime, domethënë që të kemi energji edhe për në fundjavë, domethënë ndaj Elbasanit. Faleminderit, suksese. Faleminderit.